mua nuk mund të më ngeli hatri në rast se ai e fiton edhe pastaj unë do shkoj ta rraf tjetrin. Si nuk shkon kjo gjë. Dhe nuk do më ngel, dhe unë nuk do kënaqem në rast se atit i do një fatkeqësi dhe unë do kënaqem që i ndodhi atit sepse më fitoi gjyqin. Se nuk shkon kjo gjë. Prandaj mendimi im është që kur je në një lojë, kur je në një proces, normalisht për shembull të them një rast, pala tjetër i bjet fik, çfarë do të bëjmë? Do të turkitje, bravo, shumë mirë që i rat fik. Që jam në një proces edhe debatoj me palën tjetër. Prandaj unë mendoj që situata që jemi sot aktualisht tregon qartësi që ka individ të cilët akoma nuk kanë zbrit nga mali dhe nuk kuptojnë qartësi që loja është lojë dhe konflikti është konflikt dhe konflikti nuk zgjidhet me dhunë, sepse në rast se ne duam të zgjidhim konfliktin me dhunë, do të thotë se cili do të ketë një armë në brez dhe madje do kemi shumë viktima. Pra do të thotë që ne si shoqëri duhet të japim mesazhin që çdo problem zgjidhet me dialog dhe dialogu të jetë brenda kuadrit të duhur qytetar intelektual. Nuk mundet tani ne të zgjidhim çdo gjë me konflikt fizik, sepse normalisht njerëz jemi dhe s'kemi pse të bëjmë diçka kur ajo është një lojë. Pra është një lojë, nuk është diçka që ty të cenoj sigurinë tënde. Madje ty të opcionet të dha shansin që ti i shajte shqiptarët kudo dhe të dha shansin që shkërkon ndjes publike ta fali ai që të përpara popullit të dalësh me sy të mirë. Dhe këtë ai ishte i pabes. Pra Jozi ishte i pabes, pra ishte personi që mund të hajë në shtëpinë tënde dhe mund të vrasi po ty në shtëpinë tënde. Ky ishte fragmenti, mesazhi i qartë, skandaloz nga një person i cili thoshte që djalli jo kështu, jo ashtu për të justifikuar që ishte një person i cili kishte një rast tjetër brenda vet. Pra, kishte një imagjinat tjetër. Aty kur fliste për mirë, ai ti duhet të mendoje për keq. Aty kur fliste për keq, ai nuk e mendonte për mirë, por bënte sikur bënte për mirë për me të bërë gropën ty edhe të tjerëve. Prandaj unë mendoj që Top Channel i dha shansin, ai bëri vetvrasje karrierës së tij dhe madje mendoj që ai duhet të reflektojë sepse është djalë i ri. Jeta përpara nuk kërkon grushta, se në rast se kërkon grushta, dihet që do të gjesh drurin, dhe druri është shumë i thekë, shumë i keq dhe nuk është druri në kuptimin druri po druri metaforik. Pra, ajo që ti i shkakton tjetrit një problem, dihet që një person do ta kthejë mbrapsht. Pse? Sepse je tipikrisht që ke ulur nivelin e komunikimit dhe personi kur nuk gjen rrugë tjetër, sigurisht që në një farë forme dhe mënyre do ta kthejmë mbrapsht sepse ti bëre një pabesi përpara opinionit publik, por edhe atit. Dihet qartësi që Gjesti është viktim, dihet qartësi që dhe Gjesti dhe Leridona janë fitimtar, sepse nga njëra anë u ngre Gjesti për të fituar, nga ana tjetër, nga ky veprim djallëzor u ndihmua një vajzë, po dhe vajza të tjera që të kuptojnë që bukuria nuk prodhon paqe, prodhon sekrete të cilët janë cenueshme për jetesën, por edhe marrëdhëniet të midis dy njerëzve. Tani është një lojë, ka tifoz, ka njerëz të cilët kanë një dashuri, një respekt ndaj Gjestit, normalisht që ata veprimet e tyre, po unë i bëj një këshill juridike, prandaj i them qytetarëve, nuk është zgjidhje të rrafësh dikë dhe të godasësh. Mendo veten tënde, mendo familjen tënde. Ke respekt për vete, ke për familjen, nuk ka pse ti bësh kënaqësinë tjetër të futesh në burg dhe të kënaqësh tjetrin. Mesazhi im është për të rit, mos bëni veprime të cilët ju cenojnë nesër karrierën tuaj, jetën tuaj, zhvillimin tuaj. Shikoni qartësi, kush është ai? Po ja vlen tani të futesh në burg për Jozin. Tani ti lutem, ja vlen, s'ja vlen mo. Nuk ka vlerë të futesh në burg për atë. Po kjo nuk do të thotë që duhet të futesh për një tjetër. Sepse unë jam i mendimit përdorni mjetet ligjore në rast se ju e shikoni të arsyeshëm të kundërshtoni një veprim. Dhe të leni ligjin të veproj, dhe në rast se ligji nuk vepro, është ligji më i shenjtë, i cili mund të dhonoj, por nuk harron kurrë,
dhe është ligji i Zotit. Nuk do veproj ligji, ja loj Zotit. Zoti është ai i cili i jep përgjigjen e dur në momentin e dur. E them me plot bindje, është e provuar qartazi kjo gjë. Qartazi. Ta dish, bëj gropën tjetrit, po do të vi gropa që do jetë më e keqe për ty. Prandaj bëj apel të rinjt. Mund të bëni militantin e një loje, mund të bëni mbështetësin e dikujt, po mos e personalizoni çështjen sepse do ju vi juve kundër, jo atit që ju i shkaktoni problemi, sepse ju faktorizoni Jozin në rast në konkret që i bëni një goditje. Ai faktorizohet. Pra ju humbisni të drejtën tuaj dhe favorizohet ai se bëhet viktim. Si mendoni, kush e fiton këtë Big Brother, duke qenë se tashmë janë mësuar edhe finalistët? Për mua e fiton Gjesti, pa qenë kjo ngjarje që ndodhi, është e sigurt që e fiton ai. Ai ka dhënë kjo ngjarje edhe pikë më shumë dhe avantazh për natën finale? Është e sigurt kjo gjë. Duhet kesh parasysh diçka. Në politik, kur të fusin në burg, je më i fituar. Në loj ku ke të bësh me popularitet, ku ke ekziston dhuna, ke më shumë militant dhe madje ke edhe njerëz të cilët urrejnë dhunuesit. Prandaj do të thotë që Gjestit në këtë moment i është rritur më shumë pjesa e të qenurit të fitues dhe përveç kësaj edhe loja tjetër që bëri Big Brother me zgjuarsi vendosi dy finalistët e parë që kanë një prezencë të ulët në raport me qytetarët, pra Vasilin dhe këtë zonjën si e ka emrin kjo Rozana Radi, po. Këto dy individi vendosi pothuajse të parët dhe vendosi Gjesti të fundit. Kur ne e dim shumë mirë që Gjesti çfarë populariteti ka në publik. Pra do të thotë që ai e fiton, por kjo është një lojë që t'japi një intrigë të brendshme lojës, sepse çfarë është Big Brother, një lojë e cila paraqet fituesit dhe humbësit, paraqet intrigat e tyre që bëjnë në lojë dhe normalisht Gjesti ka qenë një djalë i cili për mendimin tim ka luajtur bukur në shumë aspekte, ka provokuar me delikatesi që është shkëputur provokimi duke e bërë konflikt konkret real në krahasim me Roza Radin edhe këtë tjetrin Lajt Vasilit, të cilët me kaq shumë mënyrë strikte edhe aktorë, unë habitem me disa njerëz që janë aktorë, këtë edhe me Big Brother më para, edhe aktorë dhe nuk dinë as bëjnë aktrim në lojë që janë. Imagjino çfarë tjetër çfarë presim nga ata. Prandaj për mua Gjesti është e sigurt që e fiton. Tani në rast se bëhet një ndërhyrje nga hakeras tek pjesa e matjes, është mund tjetër pastaj gjë. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.